Ka njerë pe kam përshtypjen që edhe pozita, edhe ish opozita, pak e dojnë këtë vend. Dy anë? Po, të dy anë, sepse me dasht këtë vend, nuk duhet me ra në vorbullën e këti manjakit pushtetit. Sepse, qësh me thonë, në qofë se të thëtë për shambull Albin Kurti nuk bën me shku me Simiqin, ti bashkë me Simiqin do të me shku. A për kupten? Se një njeri që ty të ka pru me një pozicion që ma ki sankcione për i bashkimit Evropian, ki pezullim të dialogu strategjik, dje ambasadori i Britanisë dul, na shpjegoj qartë azi, Gjermania na ka kalzu. Në thonë, qka të bën Albini, ti vëq bëjet kundërtën, ti e në regull. Po kjo nuk vlen për militantin. A vlen kështë pëse. Unë këtu nuk flasë për militantin, unë flasë për opozitën me provua mja u qelë sytë. Kanë ra në doktrinën e Albinit. Në thonë, tash paramena më një kesh Ramos Haradinaj për Albin Kurtit. A për kuptën ku jena degdis. Një dezerter që s'ka bo asë dhe një sen për këtë vend, dihet veprimdaria e Zotit Haradinaj, ose dhe Zotit Limaj, dhe mundja ta inferior në raport me patriotin e vënuar. A për kuptën? Ku jena degdis? Jo më në qofë sajt të të kesh me shku me Simiqin, ti me Simiqin du të me shku. Sajt del, i ushqen peshqit e vetë, me këso fraza, batutat, bukra, se ne kemi dohallë e tjera, na kësha me shtin Mimoza Kusarin me full me njeri jonë që është në listë zez nga shteti jonë mek, se kur për një do partneri jonë Amerika, na partner Amerika, në të kuptën. Për na që jerëm, na jerëm jem të jetu, a partneri jonë strategjik Amerika. Ti partner? Kone ki Amerikën partner? Ikë me Rokopenel, ikë me 100.200.000 shku në gjinja, ti për më kalëzën, partneri jonë strategjik. Kone ki partner ti. Dhe më thonë, shteti, shtetësia Kosovës, duhet me qartësu. Nuk mundet me egzistu pa praninë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pikë është. Që televizori o nalë. E din edhe kjo vetë këtë gjë. Pa Amerikën. Po, para se dalta vërdita, jeton the që mundet mu bo dhe një koalicion prej zorit, nëse veç kryuan kushtet. Qka është ati koalicion prej zorit? Kënë me kënë? Jo koalicion prej zorit. Unë menaj që gjykata kushtetuse, pra, po e kam nevojshme me potencu, sepse si jam ekspert i fushë, vit qka shara dhe qka këmë ledzu. Po e diskutojnë, qka kemi ledzu? E të regu që ka të regu që konstruimi kuvendit s'ka ndodhët. Po, është të qartë, për dhe jona Mihalin, tash për në typen kanë që mi bo. Sot u qartësu që konstituimi kuvendit nuk ka ndodhë. Tash i cyt dhe jona son të ata inxhinierat e Facebookut edhe ata kryin punën e vetë, dojnë mendime kushtetu, se unë s'po dojnë mendime kushtetu. Po dojnë që du të me qartësu, zëtëni e ke afatin kohor kaq dit me e konstituu kuvendin e Kosovës. Mëse zgjatë ma shumë. Në të kundërten, dohet kusht i bën 61, mëre me proceduma të tje me nënkryetarin, me shti në afat kushtetues për 15 ditëve me maru qeverin, nuk e marrën qeverin, mëre me listën sërbska du të me maru. Apo kuptën? Du të me maru me listën sërbska. Vish du të me hjek për i pushtetit në kuptimin se kur e ngren një paralele në mes zararit që është të najbo, me besoni që asë lista sërbska së është në abo zarar. Së për ndërhy ma mirë, falë vetë. Jo, më se une nuk jam të livë votë dhe... Po kam nevejsh me nashta nëse cilën... Asë një sërb nuk është maj mirë se një shqiptar jetën. Më falë. Asë politikisht. Më falë. Asë në jetën e përdishme, asë qëshni, asë në vetë, asë kërkun. Na kena obligim kushtetus në raport me listën sërbska. Kaq? Po. Kaq? Dakor. A kena naj vendim të naj gjykate që lista sërbska është shkollë organizat terroristin këtë venë. A kem? Jo, po nuk do me thonë që nuk kem. Jo, më falë, jo nuk do me thonë, a kem as kem? Nuk kem. S'kem. Dakor. Tani, ata janë pjesë e institucione. Apo? Janë, po... Dhe, duke qenë pjesë e institucione,
garojnë e zgjedhjet të barabartë dhe ata kanë hise në pushtet. Kanë hise se ti e ki me... Mujnë me kanë veç opozit, bre, jeton, që kaq? Mujnë me kanë veç pjesë opozit. Mujnë me kanë opozit. Një ministria, so i ta kanë. Jo, kjo është e regulume, është e regulume me pakun atisore të edhe me kushtetut, edhe është një prej elementeve kryesore të pakut atisorit për shtetin e Kosovës. Qa i ta kanë ma shumë? Qa i ta kanë është parti, si kur gjitha partitë në Kosovë, po sentimentin e nacionalizmit që ja kanë ngritë ta në vitet e funit, e nuk e kanë ngritë kur o kanë nevoja, po i kanë vesh dimite e ndollë në Stenkovec. Po jetën, këta kanë favorizu listën sërbe. Absolutisht. Primet e tyne kanë rritë listën sërbe në këtë vënë. Ka ro opozita në doktrinën e tyne, tash po tuten që mos po i penalizën elektorati se na po bojna koalicion me listën. Këto po kalzohen opozita, praktikantat politikës, nuk po kalzohet të Albin Kurti. Absolutisht, o të ki drejt. Po dhe, po... Ta kanë hollën One qëta po e thëmë se one se kam borën e ngarkesës, e vitë të përfundaj, se kam borën e ngarkesës e votës. Sepse këta në fund ditës bojnë matë dhe këshyrin sa vota i dalin. One qëta se kam, duhet me bo koalicion me se cilën parti që është pjesë e kompozicionit në Kosovë, që organet e gjyqësorit nuk e kanë shtinë listë zezës, se kanë shpallë si organizatë terroristë. Problemi është vizë dheshta shkurtimisht, veç me plëcu në është të pak jetonin. Problemi është që Albin Kurti këta i ka fut në terenin e vetë lider të opozitës, edhe opozitën. Edhe në fakt këj pe orientonat pe dirigjen lojen, komplet. Edhe këta nuk po gudzojnë, nuk po kalzojnë leadership, me morë vendime të rëndësishme për venin. Qysh kanë morë liderët për para? Vendime të rëndësishme. Qaj bjen vendime i rëndësishme këtë rast? Që për shkak të proceseve, për shkak që veni me ecë për para, mos me stagnu, edhe mos me bo pjese sankcioneve, pjese blokadave ndryshme, ti dush me bo koalicion edhe me listën sërbe. Dush me bo se është pjesë kushtetuse. Ata janë zgjedhun me ligjet e Kosovës, janë aty 10 antarë në kuvendin e Kosovës, 10 deputet. Takojnë dhe tullësa, po. Po ju takojnë, po ti dush me bo me ta se dush me që proceset për para. Edhe në të kalumen ka ndodhe një të gjo. Edhe është pjesë, me thonë, është një prej elementeve kryesore të planit atisari, e cila është përcjell masanen kushtetutën e Kosovës për shtetë ndërtimin e këtij vendi. Edhe dush me bo, lista sërbe tash e kemi listën sërbe, e kemi kriju, në fakt, me fajnë tonë, e kemi kriju. Ka pas parti sërbe që në konë shumë konstruktive për para, që kemi diskutu në emisionet e kalume, cilat në fakt përshka këte inatove politike partive shqiptare, i përjashtu një farforme ato prej vendimarrjes në këtë vend, edhe u kriju lista sërbe. Në më thonë, po ajonë është, po në fakt...